Javës kaluar nisi me rrugëtimin nga qyteti i Fierit në një nga akset më të reja rrugore, që fillon nga autogrilli në drejtim të ultësirës së komunës Zharrës, Sheqisht, Marinës e tjerë. Është një rrugë e ndërtuar hishëm, me sinjalistik të plot dhe asfalt të bukur. Kjo rrugë që shkurton gati 3 herë distancën nga qyteti i Fierit për në hapësirat e komunës Zharrës, për në Suk 1, Suk 2, Arapaj dhe Harku i Unazës që lidhet me aksin rrugor Fier-Berat. Tradicionalisht të hapësira kanë shërbyer si kullota dimrore për tufat e deleve të ardhura nga malësia, ndërsa sot banorët e këtyre fshatrave punojnë dhe mbashtrojnë bagëtit e imta, Shpend, Gjeladeti e tjera, ku gjetëm Todi Dafën. Todi Dafa na troqi vëmendjen. Filluam bisedën për të qëndruar më shumë në këto ambiente. Unë nisëm nga qyteti i Fierit në këtë ditë të diel, ditë pushimesh që është kjo, por unë nisëm në rrugën e re që bëhet nga autogrilli dhe që lidh komunën e Zharrës dhe komuna të tjera për qark. Banorët e kësaj zone fillojnë të vazhdojnë ndërtimet. Siç shikojmë këtu, po bëhet ndërtim, thuhet si ndërtohet një karburant. Në anë tjetër është një bar restorant dhe kështu vazhdon biznesi për gjatë gjithë rrugës që niset pra nga qyteti i Fierit dhe përmes komunës Zharrës, Strum e gjithandej. Si shikonin, Karanamajt është një bar-restorant. Semajaku është vendosur tamam në kryqëzimin e Sheqishtës, të rrugës Sheqisht për Strum dhe është një fermer, do të thosha një tregtar, fermer që e ka mbyllur ciklin me prodhimet e tij me mish gici, gjeldeti. Morëm veshë këtu zihet raki. Raki sipas traditës që ka shqiptari. Besoj se do shikojmë për kënaqësinë e shikuesve, do të na tregoni diçka. Ja të vive Po, pronari. Po, le të vazhdojmë. Më falë që je duke zirë raki. Po. Ne ishim në Jani Dafa. Jani Dafa jemi dakord me tjera bashkë, por sot erdhëm për një mision të veçantë. Kush është ky mision? Ne po kënaqem nga ky ambient që ka rreth e qark këtu, me ardhi që rushi ruhet akoma. Gjithandaj është vjen rushi. Është dëmtuar edhe nga insektet. Kurse ky shtrat ardhie i ndërtuar bukur nga duart e tua, Jani, duart e tua me verë duke qenë, me mush. Me mushi i rushit. Është ndërtuar me duart e tua, ky ambient me këto fuqi që do të vendoni për vera para kit, ti do na i thuash këto. Por gjithçka do të është vjen era fshat e kulturë që punon. Vozat, kjo është e mbushur me raki. Po, aty e mbushur me raki. Kurse këto i mbush me verë. Edhe shet gjallë dimrit tek më merr goca. Edhe pi vetëm. Pi dha vetë po si. Po ne na intereson kjo traditë e hershme e zgjedhjes rakis, që ju e pasin kompletuar me kazan të pastër, të mirë, me këtë fuqi këtu besoj rrjethuja, apo jo? Kur ngrohet. Tu thith ujë ngrohtë, e thith nga jashtë, thith vetë kështu në gojë. Delu i ngrohtë sipër, i ftohtë futet. Edhe futet ngrohtë përmet se aty do vacioni aty. Do vacioni. Pra kjo është pushit. Kjo me çfarë ujë duhet të qëndrojë kjo? Që duhet të qëndrojë ujë ftohtë. Pse? Po me qëllim që rakia, ardhi që kalon gjatë jetës, atë kthehet raki. Do dalim më ftohtë. Atëherë le ta marrim nga fillimi nëpërmjet këtij kazani ku është futur rushi i shtrydhur, i shtypur. Po. I shtypur. Është kjo izoluar, është mbyllur hermetikisht, edhe me pak zjarr, na i tregoj si zihet atje. Tash unë e mbush kazanin me bërsi. E mbush e lej një shuplak poshtë. Po. E lej një shuplak poshtë. Një shuplak këtë, kazan e poshtëm. Nuk e mbush dhe sipër se bufos. Po. Edhe pastaj e vendos. I vë kapakut. I vë kapakut. Marrëm këtu një. Po. I vë kapakun. Po. E vendos këtu. Pastaj marr e lyej me brumë. E lyen pra anash, kjo është një lyerje për ta hermetizuar. Që të mos marrë ajër apo jo? Po, mos marrë ajër ftej. Mos marr ajër. E ke mbyllur nga gjithë anët me brumë. Izoluar. Pastaj? Izoluar. Pastaj po para se të ashtu këtë do pastroj vullan një. Ja të kam edhe kallamin këtu me letë
e pastroj të pastër. Pa, nëpërmjet t'i kallami, me lec, si gryka e pushës, Po, po kjo është e madhe, ti me këtë pastron lullan. po, pastroj lullan. Po, atë do na flasësh pak për zjarrin që se jemi këtu akoma te kazani. Çfarë zjarri, me çfarë temperature Zjarrin pastaj unë e ngre flakën e llogaris që flaka mos të dalin mbi fundin e kazanit. Të rrajmë gjithmonë fundin e kazanit, jo të dalin flaka kështu në anash. Do mi kërëm me taminaj që do të ketë pak temperaturë, do të ketë shumë zjarë. Po, në fillim do ketë shumë zjarë. Në fillim shumë, pastaj? Pastaj sa vjen, sa fillon që me të rrjedhur aty që fillon tik, po të fillon rrjedhja pastaj e ul në pak. Si kthehet në lëng ajo avull, kthehet në lëng. Avulli kthehet në lëng, po kur vjen që dhe gjatë rrugtimit që bën në tubacionin aty, ngaftoj ai sa vjen. Ashtu, shumë bukur. Ngaftovja jani, të kondensohet. Gjithë avulli vjen që dhe ngaftoj gjatë derisa kthehet në lëng. Përfundon në lëng. Po. Kthehet raki, del raki. Po, që llogaritur sa litra nxjerrë një kujtal rush? Një kujtal rushi im